Përshëndetje. Nëse ka diçka që jep jetë psikoterapisë, ajo është fjala, jo teknologjia, as ambienti steril, por fjalët që thuhen dhe dëgjohen. Ato që shpesh duken vetëm fjalë, janë mjeti më i fuqishëm që kemi në dispozicion për të ndryshuar mendjen, emocionet dhe sjelljen. Në këtë video do të eksploroj pse fjalët kanë kaq ndikim në psikoterapi, si funksionon ky proces dhe sa gjatë mbetet efekti i tyre. E para, fjala si mjet neurologjik. Truri nuk e bën dallimin mes një përvoje të imagjinuar edhe një të jetuar. Kur një klient përshkruan traumën, truri aktivizon zona të ngjashme si në momentin real. Po ashtu, kur dëgjojmë fjalë ngushëlluese, zonat e lidhura me sigurinë dhe shpërblimin aktivizohen. Kjo do të thotë se fjala në terapi nuk është vetëm diskutim, ose si thonë disa muhabet, por një stimul biologjik që mund të ndryshojë strukturën e mendjes. Neuroplasticiteti, aftësia e trurit për të rindërtuar, bën pjesën tjetër. Një fjali mund të hapë një derë mendimi që klienti nuk e ka hapur kurrë. E dyta, mekanizmi psikologjik, reflektimi dhe riformulimi. Në psikoterapi, fjala përdoret për të reflektuar dhe për të riformuluar. Klienti flet, terapisti pasqyron, riformulon dhe thekson nuanca. Ky proces i lejon klientët të shohë mendimet dhe emocionet nga një kënd tjetër. Termi teknik është insight, njohja e re që lind nga fjalët e thëna dhe të dëgjuara. Për shembull, një klient që thotë jam i dështuar, mund të sfidohet me fjalën ti ndihesh i dështuar. Kjo e veçon ndjenjen nga identiteti dhe krijon hapësirë për ndryshim. E treta, efekti emocional i fjalëve. Fjalët janë trigger emocional. Ato mund të zgjojnë kujtime, të shërojnë plag ose t'i hapin ato. Në terapi, përdorimi i kujdesshëm i fjalëve mund të shërbejë si një vaksinë emocionale. Sjell në sipërfaqe ndjenja të forta në një ambient të sigurt, duke i dhënë klientit mundësinë t'i përpunojë dhe t'i ristrukturojë. Kjo është arsyeja pse ndonjëherë klientët qajnë, qeshin ose ndihen të lodhur pas një seance. Është energjia emocionale që lëviz përmes fjalëve. E katërta, fjalët si instrument i ndryshimit të narrativës personale. Çdo njeri ka një narrativ për jetën e vet, një histori që i jep kuptim përvojave. Terapia përdor fjalë për ta rishikuar këtë histori. Në vend të themi jam viktim, klienti mund të fillojë të thotë jam mbijetues. Ky ndryshim i vogël semantik ka pasojë të mëdha psikologjike. Në thelb, ndryshimi i fjalëve që përdorim në vetvete është ndryshimi i identitetit dhe i mënyrës se si e shohim botën. E pesta, sugjerimi dhe placebo psikologjik. Në pjesën e fuqisë së fjalës në terapi është efekti placebo, jo në kuptimin mashtrues, por si aktivizim i pritshmërive pozitive. Kur terapisti thotë ka rrugdalje, ka shpresë, ose ky proces do të ndihmojë, klienti fillon të mobilizojë burimet e veta të brendshme. Kjo nuk është thjesht optimizëm i zbrazët, është një mënyrë e trurit për të ndryshuar sinjalet neurokimike në drejtim të vetëshërimit. E gjashta, sa zgjat efekti fjalëve? Kjo varet nga disa faktorë. Intensiteti emocional i seancës. Fjalët e lidhura me emocione të forta lënë gjurmë më të qëndrueshme në kujtesë. Përsëritja. Fjalët e reja që përforcohen në disa seanca kanë më shumë gjasa të bëhen pjesë e narrativës së klientit. Veprimi konkret pas fjalës. Nëse klienti zbaton teknikat e mësuara, efekti konsolidohet. Në terma praktik, një fjali e fuqishme mund të ndryshojë perspektivën brenda minutash, por për ta bërë të qëndrueshme kërkon punë dhe kohë. Terapia fatgjatë mund të ristrukturojë gradualisht mendimet, ndërsa ndërhyrjet e shkurtra mund t'i japin ato kënaqësi momentale që zgjasin përgjithmonë. E shtata, fjalët nuk mjaftojnë pa marrëdhënie. Dhe pse fjala është kryesore, ajo nuk funksionon në vakum.
Konteksti i marrëdhënies terapis klient është vendimtar. Nëse klienti ndihet i gjykuar, fjalët e humbasin fuqinë. Nëse ndihet i pranuar dhe i sigurt dhe fjalët më të vështira mund të kenë efekt shërus. Empatia, toni i zërit, gjuha e trupit, këto janë elemente që bëjnë fjalën të jetojë. E teta, modele të ndryshme terapeutike dhe përdorimi i fjalës. Terapia kognitive behaviorale, CBT, që themi ndryshe, përdor fjalën për të sfiduar mendimet negative dhe për të zëvendësuar me mendimet realiste. Psikoterapia psikodinamike eksploron fjalët për të zbuluar në ndërgjegjen dhe konfliktet e fshehura. Terapia narrative punon drejt për drejt me historitë që klienti rrëfen për jetën e vet. Terapia humaniste fokusohet tek mënyra si fjalët ndihmojnë në rritjen personale dhe në vetpranim. Në secilin model, fjala është mjeti kryesor, por mënyra e përdorimit ndryshon. E nënta, kujdesi me fjalën. Jo çdo fjali shëron. Fjala ka dhe një potencial shërues. Fjalët e gabuara mund të rrisin rezistencën, të nxisin turp dhe të riaktivizojnë trauma. Prandaj terapisti duhet të jetë shumë i vetëdijshëm për zgjedhjen e fjalëve, tonin dhe momentin. Fjala e dur në kohën e gabuar mund të mos ketë efekt. Fjala e dur në kohën e dur mund të jetë transformuese. E dhjeta, integrimi i fjalëve me metoda të tjera. Sot terapia nuk është vetëm bisedë. Shumë terapistë kombinojnë fjalët me teknika të trupit, ushtrime frymëmarrje, meditim, eksplorim gradual në punë krijuese. Fjala është ura që lidh ndërgjegjen me këto praktika dhe jep kuptim për vojës. Pa fjalë. Këto teknika do të ishin të shkurtra në efekt me fjalë bëhen të qëndrueshme dhe kuptim plota. E 11-ta, fjalët dhe epoka e inteligjencës artificiale. Me ardhjen e chatbotëve dhe inteligjencës artificiale terapeutike, fjala po përdoret ndryshe. Aplikacionet mund të ofrojnë terapi me tekst 24 orë në 7 ditë të javës, duke përdorur algoritme për të analizuar emocionet dhe për të dhënë përgjigje. Megjithatë, dhe këtu fuqia e fjalës mbetet në lojë, vetëm se e transmetuar nga një sistem digital. Pyetja është sa autentike dhe e ndjerë është ajo fjalë. Deri tani teknologjia është e dobishme për mbështetje bazike, por marrëdhënia njerëzore ende mban fronin për ndryshimin afatgjatë. E 12 do të bëja një përmbledhje praktike për terapistët. Shiko çdo fjali si një ndërhyrje. Përdor fjalë për të reflektuar, jo për të dhënë ligjërata. Vëzhgo reagimin e klientit ndaj fjalëve të tua. Shmang etiketimet. Përdor gjuhë që hap mundësi, jo që mbyllin dy herë. Përforco fjalët e fuqishme të seancave të ndryshme për t'i bërë ato të qëndrueshme. E 13-ta, përmbledhje praktike për klientën. Dëgjoj me vëmendje fjalët që thua vetë. Ato formojnë mendimet e tua. Vëzhgo fjalët që terapisti përdor. Ato janë udhëtime për mënyrën si ai apo ajo të sheh dhe si mund të ndryshosh. Shkruaj frazat që të bëjnë të reflektosh pas seancës. Praktiko fjalë të reja në jetën e përditshme. Fjala bëhet e jotja kur ti e përdor. 14-ta, sa zgjat? Nuk ka një afat efikas. Për disa një fjali transformuese mund të ndryshojë kursin e jetës brenda minutave. Për të tjerë nevojiten muaj ose vite për të integruar në këto fjalë në mënyrën e tyre të menduarit. Çelësi është përsëritja, reflektimi dhe veprimi. Fjala është si një far. Mbillet në seancë dhe rritet me kohë jashtë saj. Si përfundim do të thosha, fjalët në psikoterapi nuk janë dekor. Ato janë substanca. Ato prekin trurin, emocionet, identitetin dhe historinë personale. Përdorimi i kujdesshëm i tyre mund të shërojë, të transformojë dhe të zgjas më shumë se sa çdo teknologji tjetër. Fuqia e fjalëve qëndron jo vetëm në atë që thuhet, por në mënyrën si dëgjohet dhe përjetohet. Në fund, terapia është një laborator ku fjala testohet, përpunohet dhe kthehet në mjet ndryshimi. Dhe ky ndryshim
kur ndodh, mund të zgjas gjithë jetën. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që jetë her pas here. Edhe në videon tjetër. Miru takofshi.